Xhemail Recep Ramaj lindi më 1 i pari i 1970, e një dhe Rane Betej më 2/6 i 1999. Në mëngjesin e 1 janarit të vitit 1971, në familjen e ndershme të Recep dhe Gjevahire Ramajt në fshatin Reçan të Therandës, erdhi në jetë fëmia i tyre i parë Xhemail Ramaj. Me lindjen e tij, familja u mbush me gëzim, me shpresë, e mbi të gjitha me ndjenjen e përgjegjësisë për një të ardhme më të mirë. Ishte koha e vështirë e Kosovës në regjimin Jugoslav, kur çdo ditë duhej luftuar për bukën e gojës dhe për dinjitetin njerëzor. Por, përkundër sfidave të shumta, familja Ramaj e mbante gjallë frymën e punës, të besimit dhe të përkushtimit për arsim, si rruga më e sigurt drejt lirisë shpirtërore dhe kombëtare. Qysh fëmijë, Xhemaili u rrit në një mjedis ku përziheshin lodhja e përditshme e jetës fshatare me ëndrat e mëdha për dije e përparim. Ai ndihmonte baban në punët e tokës, por njëkohësisht ushente dashurinë për librin dhe dijen. Kjo përzierje e disiplinës dhe e urtësisë do ta përgatiste për rrugën e vështirë që do të ndiqte më vonë. Në vitin 1978, Xhemaili hyri për herë të parë në bankat e shkollës fillore. Ishte nxënës i dalluar, me nota të shkëlqyera dhe me sjellje shembullore. Mësuesit e kujtonin si djalë të qetë, me mendje të kthjellët dhe me një ndjenjë të fortë drejtësie. Shkollimin 8 vjeçar e përfundoi më 26 qershor 1985, duke lënë pas një shembull që frymëzonte moshatarët e tij. Pas mbarimit të shkollës fillore, Xhemaili vazhdoi gjimnazin Jeta e Re në Therandë. Ishin vitet më të errta për Kosovën, demonstratat, dhuna policore, ndalimi i flamurit kombëtar dhe mbyllja e institucioneve shqiptare. Pikërisht në këtë atmosferë frike, në korridoret e gjimnazit, u ndes tek të rinjt një zjarr rebelimi dhe vetëdieje kombëtare. Mësues të guximshëm, me shpirt patriotik, mbillnin tek nxënësit ndjenjën e dinjitetit, të rezistencës dhe të dashurisë për adheun. Xhemaili, njëri prej më të dalluarve të brezit të tij, u bë pjesë e këtij gjallërimi shpirtëror. Në një akt simbolike të guximshëm, ai bashkë me disa shokë të gjimnazit grisën flamujt e Jugosllavisë dhe Serbisë në oborin e shkollës. Ishte një gjest që në kushte normale do të kushtonte burg ose përndjekje, por atëherë u mbrojtën nga mësuesit që e kuptonin se brenda atyre nxënësve po rritej brezi i arshëm i çlirimit. Në vitin 1990, Xhemaili përfundoi shkollën e mesme. Kishte kaluar 4 vite të mbushura me demonstrata, me frikë, me përndjekje, por edhe me besim në një të nesërme të lirë. Ai ishte tashmë i formuar shpirtërisht dhe politikisht. Në po atë vit, u regjistrua në shkollën e lartë pedagogjike në Prishtinë, për të ndjekur ëndrrën e dijes, për krah kushëririt të tij, bashkimit, që ndoqi studimet në fakultetin juridik. Prishtina e viteve 90 nuk ishte vetëm kryeqytet universitar, ishte vatra e rezistencës kombëtare. Protestat e studentëve, trysnia policore, rënjet heroike e bën atmosferën shpërthyese. Një nga ngjarjet që e tronditi më thellë Xhemailin ishte rënja e Mustaf Veselajt, bashkëfshatarit të tij, më 28 mars 1989, gjatë demonstratave në Prishtinë. Vrasja e tij e ktheu revoltën në betim. Në ndërgjegjen e Xhemail Ramajt, ideali për liri mori trajtën e detyrës. Po ashtu, rezistenca e armatosur e Afrim Zhitis dhe Fahri Fazliut, më 2 nëntor 1989 në Prishtinë, i vulosi bindjet e tij. Heroizmi i tyre e bëri të qartë se rruga e lirisë do të kalonte përmes flijimit. Ata u bën frymëzimi i brezit të Xhemail Ramajt, që tashmë e kishte të qartë se historia nuk mund të ndryshojë me heshtje. Kur shteti serb filloi mobilizimin e të rinjve shqiptar në armatën jugoslave, për t'i përdorur si mish për topa në luftrat e Kroacisë e Bosnjës, Xhemaili, si shumë të rinj të tjerë, refuzoi. Ai nuk pranoi të shërbente një ushtri që po vrite shqiptar dhe po shkatëronte ëndrat e lirisë. Ky refuzim e vuri në shënjestër të policisë serbe. Një ditë, forcat e armatosura serbe trokitën në derën e shtëpisë Ramaj në Reçan, për ta marrë me dhunë. Por Xhemaili tashmë kishte zgjedhur rrugën e tij, jo rrugën e nënshtrimit, por atë të rezistencës. Pas kësaj, ai u fsheh për një kohë, duke ruajtur lidhjet me shokët që po përgatiteshin për organizimin e qendresës së armatosur. Ishte periudha e lindjes së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që për shumë të rinj, përfshir edhe Xhemail Ramajin, përfaqësonte mishërimin e ëndrrës shekullore për liri. Me fillimin e luftës së hapur, Xhemaili u rreshtua në radhët e Učkës në brigadën 123, pjesë e batalionit të Budakovës, që përfshinte zonën nga Maqiteva, Vraniqi e Bukoshi, deri në drejtim të Nerodimes. Ishte një nga njësitë më të organizuara dhe më të goditura nga ofensivat serbe të vitit 1999. Ofensiva e pranverës së atij viti ishte një nga më të përgjakshmet.
Forcat serbe, të përbëra nga njësi policore, ushtarake dhe paramilitare, kryen masakra mizore në shumë fshatra të Therandës, në Ternje, Sopi, Budakov e më gjerë. Fshatrat u dogjen, popullsia u dëbua, por Uçkja nuk u dorëzua. Në çdo pikë rezistence, Xhemail Ramaj ishte aty i qetë, i vendosur, me armë në dorë dhe me zemër të mbushur me besim. Luftonte me bindjen se çdo hap, çdo ditë, çdo frym kishte kuptim vetëm nëse sillte lirinë e Kosovës. Ishte mëngjesi i hershëm i 2 qershorit 1999. Ajri mbante erën e barutit dhe të shiut. Ndërsa avionët e NATO-s vazhdonin bombardimet ajrore kundër caqeve serbe. Në teren, forcat serbe ndërmorën një ofensivë të befasishme kundër njësive të batalionit të brigadës 123, në zonën e Bukoshit, Vraniqit dhe Buzhalës. Nga mushtishti e deri në Budakov, serbët sulmuan në disa drejtime njëherësh. Ishte një përpjekje e dëshpëruar për t'i dhënë grushtin e fundit rezistencës shqiptare, para se të kapitulonin. Skuadra e Xhemail Ramajt u pozicionua në vijën e Reçanit, përballë një armiku shumë më të madh në numër dhe në armë. Luftimet ishin të ashpra, të pabarabarta, të përgjakshme. Në përpjekje për të zënë një pozicion më të favorshëm, një snajper serb e goditi Xhemailin rënd. Shokët e tij u përpoqën ta shpëtonin, por plaga ishte fatale. Ai ra në fushën e betejës, me armën në dorë, duke mbetur përgjithmonë në kujtesën e kombit, si një prej bijve që nuk u trembën nga vdekja. Rënja e tij, vetëm pak ditë para çlirimit të Kosovës, ishte një humbje e madhe për familjen, për shokët dhe për gjithë Therandën. Por, siç ndodh me të gjithë dëshmorët, Xhemail Ramaj nuk iku, ai u bë pjesë e pavdekësisë së kombit. Më 18 shtator 1999, trupi i dëshmorit Xhemail, Recep Ramaj u zhvaros nga një varrezë masive. Një ditë më vonë, më 19 shtator 1999, ai u varros me nderime të larta ushtarake e kombëtare në Parkun e Lirisë në Therandë, përkrah shokëve të tij të armëve. Pas 2 dekadash, në 28 nëntor 2019, në ditën e flamurit kombëtar, sakrifica dhe heroizmi i tij u kurorzuan me titullin më të lartë shtetëror, Heroi i Kosovës, si dëshmi e përjetshme e kontributit dhe flimit të tij për lirinë dhe pavarësinë e adheut. Sot, emri i Xhemail Recep Ramajt përmendet me nderim në çdo përvjetor të lirisë. Ai përfaqëson brezin që u rrit në ndum, por nuk u gjunjëzua, brezin që zgjodhi pushkën përballë robërisë. Në jetën e tij, të shkurtër por të plotë, u përmbush një mision i madh, misioni i njeriut që e kupton se liria nuk dhurohet, por fitohet. Në familjen Ramaj, në shtëpinë që dikur përndiqej, sot valevitet flamuri kombëtar. Ai flamur që dikur Xhemaili e ngriti i fshehur azi në oborin e shkollës, sot valon lirshëm për gjithë Kosovën. Dhe në çdo val të tij gjendet shpirti i një djali të ri nga Reçani, që nuk pranoi as frikën, as robërinë, por e përqafoi pavdekësinë. Xhemail Ramaj ishte i martuar me Shukrie Selmanajn nga Grejkoci i Therandës. Martesa e tyre, e mbushur me dashuri, mirëkuptim dhe respekt të ndërsjellë, zgjati vetëm 4 vite, të cilat ai jetoi me përkushtim si bashkëshort dhe si adhetar. Nga kjo martesë, Xhemaili la pas trashëgimtaren e tij të vetme, Arionën, e cila sot bart me krenari emrin dhe kujtimin e të atit, dëshmorit të kombit, që jetën e tij i adhuroi lirisë së Kosovës.